a i shet ilacet, a i pret njerëz, është në rregull ai. Po hyret e politika, a i është qyryk, nuk shef, nuk kupton, bëj çfarë duash ti. Bëj bulevardin, bëj pallatën e kulturës, jepi dritë qytetit, rrit çfarë të duash ti. Do kënetën ai, është qyryk. Qyryk. Dhe më pëlqen shumë, sepse ngrihen tani ata, deputetët, edhe bëjnë statuse, ne nuk jemi qyryk. Si mund të thot njeriu unë s'jam qyryk? Ai thot unë s'jam qyryk, ai vetëm qyryk është. Kështu që burrat gjysma janë, gjysmën e trurit e kanë me ujë. E ujë kënete. Por ama ne e kemi shumë të thjeshtë llogarinë. Shumicën e grave, shumicën e të rive, gjysmën e burrave na mjafton ajo dhe ne jemi ku e ku. Ama, se do t'ja u them sot, se të gjitha gratë dhe vajzat që janë këtu i ftoj të vinë sot në pallatën e sportit. Në pallatën e sportit. Do t'ja u them dhe sot, në sy gratë, kanë mision të madh gratë. Dhe nëse Shqipëria sot është afër Bashkimit Evropian, siç nuk ka qenë kurrë, arsyeja kryesore është që kjo forcë politike mbështetjen kryesore e ka të gratë. Edhe ju e burrat, nëse jeni të mençur jeni përderisa jeni këtu me ne, juve e dini më mirë se unë këtë punë. Unë e di që e di, po ju e dini dhe ju. Se imagjinoni ju se çdo ndodhen maliq sikur tëra gratë dhe vajzat të iknin një muaj, e t'ju linin ju këtu me gëzimin. E di ç'do bëj këtu apo jo? Ju të tërë do i kishit lesht deri këtu. E do vinit vërdall, vetëm bishti do ju mungonte. Të parruar, të palar, të pangrën, komplet të mbaruar. Po shqyr që keni zonjat, keni vajzat, që mbajnë shtëpin pastër, edhe ju mbajnë dhe ju, edhe ju pastaj bëni punën tuaj, atë nuk ja u mohon dot njeri. Po unë po e zgjas pak se më pëlqen shumë kur më hidhen ata pastaj thonë, ne s'jemi qyryk. Po kur thonë gratë tona janë burnesha, po të them dhe unë, fiks. Fiks atë shqyr që janë gratë burnesha. Se t'ishte për burrat, Shqipëria nuk i afroi kur bëhes. Kur? Dhe prandaj ne kemi sot si parti krenarin që themi që në listën e mbyllur 52% ne kemi gra. Ne kemi gra. Ha? Çfarë?